Mi mbrëma të dashur shqiptarët e mi, kudo që ndodheni, në Evropë, në Amerikë, Australi, kudo që ndodheni. Dashur shqiptar, më falni para 2 ditëve që nuk ndodha ditën e shtunë. Ishe me emision jashtë Shqipërisë. Disave ju bëj qefi menduan se unë do ikje. Shqiptarët e mi kudo që jeni, unë jam me emision. Dhe jam me emision që da bëj Shqipërinë me kufi natyrore. Pra, unë nuk ikë. Ju nuk kini me muaj e me vite. Shqipëria do bëhet me kufi natyrore. Unë kam thënë gjithmonë, nuk ka zgjedhje. Është e vërtet. Pavarësisht se u bë zgjedhjet në atë mënyrë, flas sipas publikut e sipas KQZ-s, ata janë anti-shqiptar. Kryetari i KQZ-s duhet të ishte 4 vjet përpara në burg. Dashur shqiptar, para 2-3 ditë, ju e pat, zgjente Tirana, ishte rrethuar, ishte ndaluar rrugët, se do vinin në udhëheqësat e Evropës. Dashur shqiptar, ne i njohim ata. Ata janë rrugaqëria e Evropës, përveç Gjermanive, Austrisë, edhe zotnis nga Turqia. Të gjithë ata ishën të rrugëve, erdhën në Shqipëri, me gjithë sharlatan si Edi Rama. U përkull pa pikë turpi, me një ambrell dilte para Skënderbeut, para herojt të kombit, tallçe me shqiptarët. Ju përkull një febre nga Italia. Pavarësisht se ajo është kryeministre, po për ne s'është kurkush. Dë vend të përkushin tokës shqiptareve, të shqiponjave, ai sharlatani me atlete, me aty yllin në atlet, ju përkull, ka mamë si kur do fejosh. Pavarësisht se ai e ka zakon, le një grua me një grua. Ja me jep shokut të ti gruan e ti e merr gruan e shokut. Pa karakter, familje. Por bota e di që në tokën e Shqipërisë nuk tallë kollaj. Ai që tallë e paguan. Vërtet erdhi francezi, më vonë gjoja. Ne i dim se që bën të dashur bashkëdhetar shqiptar. U zu një hotel, në shpejt do të nxjerrëm, i kemi fotot, i kemi marrë me anë e satelitit, se si vinin meshkujt dhe prisin presidentat ordiner. Turpi botës, atë që bëri qeveria, jo një ikje, po qeveria drejt burgut. Shpenzime miliona dollar për rrugaqërinë. Dashur bashkëdhetar shqiptar, ne jemi në Evropë. Ne jemi në mes të Evropës. Por nuk jemi afër këtyre që shihni këto fytyra këtu. Shikoni, si qesh. Jo ky pisi i Francës. Ky rrugaq. Edhe tha, s'kam erdhur ka 2 vjet. Ky ishte me të quajtur gruan e tij. Erdhi të mirëte aeroportin e Tiranës. Ne i kemi dërguar dhe unë personalisht i kam dërguar letër. Dhe iku si zagar nuk e mori. Klondet mirë të aeroportin e Tiranës. Ashtu si ka marrë vila në gjithë Shqipërinë. Shikoj çfarë fytyra janë. Po pse këta do na mësojnë? Toka e Shqiponjës ka mësuar botën të dashur bashkëdhetar shqiptar. Ti një krenar që jemi shqiptar. Po aman, nuk ulëm ne veten si ata që kanë erdhur. Po ashtu dhe Berisha tha do shkojnë në Evropë, në Bruxelles, që do takoj udhëheqësat e Bruxellit. Pra këta ishin ata të Bruxellit, që po hyrin nga i derë, dolin nga i derë tjetër. Që do ngele di histori turpi. A i shini yllin të dashur bashkëdhetar, ky yll na ka tërbuar
po thuaj 46 vjet me regjimin bolshevik, dhe ky yll, bashkë me këtë shalatanin që shihni këtu, që ka ulur fytyrën e duartë, që del me atleti ashtu poshtë, me shpenzimet e dynjas, harroi që pensionistët nuk kanë bukë të hanë, nuk kanë ujë të pinë. Ne të dashur shqiptar duhet jemi krenar se ne kemi krijuar botën. Shikojeni pra cili është Edi Rama, i lutem numër 1. A e shihni si i përkulet, ja pra si bërtet nga drogat, e ka këthyre kryeministrin në droga. Ajo kryeministri për 46 vjet ka vrarë patriotët e Shqipërisë, Juge Veri, dhe fëmijët e tyre i trenovi, babalarti, burgosi, i çfarrosi komunizmi, ai pallat që ka bërë ky kret lule, ky fytyr që qesh dhe hap. Por le atë, por me parat që paguan në për Evropë, e kanë nxjerrë si mbret edhe general. Po, general do tjetë këto ditë. General do tjetë. Unë po e paralajmëroj dhe Spakun, po ja them zyrtarisht, e din mirë se kush jam. Altin Dumani, dëgjoj me vëmendje. Kryetarja e Byros Kombëtare, dosja ka rritur atje ku duhet. Të kanë nxjerrë dosjen ty bashkëpunim me Edi Ramën. Nuk e largove ti, se largovi askush, u largua vetë. Po është deri në shtator. Altin ke ardhur 3-4 herë në Amerikë. Je birë nga Kuksi. Dosje ti ke mbi tavolinë për arrestim nga Byroja Kombëtare. Nëse ti, po të them publikisht, letra jote e kësaj zonjës ka erdhë, aty ku duhet të vi. Shumë letra ka brenda ajo dosje. Unë të paralajmëroj zyrtarisht, publikisht, nëse ti nuk fillon arrestimet këtë javë, po e them pa frikë, pa sekret, do të vjen në hekur aty. Mja e kanë ullur Spakun, qarë si kanë thënë, skarp. Të gjitha ti kanë thënë, a i Spaku atje paguhet nga Amerika. $1 amerikan po e more e vodhe, do t'japsh llogari. A e shihni bashkëdetar të dashur, lamuri amerikan do bashkohet shumë shpejt me shqiponjën krenare. Ajo shqiponjën krenare ka dalë nëna e presidentit të parë të Amerikës. Nga ajo shqiponjë. Pra ne jemi binte dhe stërnipat e shqiponjës, ne kemi krijuar botën dhe kudo kanë qenë udhëheqës. Po jo aman, si sharlatani Edi Rama përkulet dhe jep droga më të 4 anët. I kemi gjithë fotografit. Sa arriti presidenti i Turkisë, iku, se e pa që po beshe një skandal i papar në histori. Ashtu dhe kryeministri anglez dhe gjerman. Edhe kur e takuan Ramën po thuaj të 3, i thanë, nuk do të gëzosh dot. Sepse e di mirë që unë e di. Populli nuk votovi. 10% kanë votuar. Pavarësisht se 83 vota
ishën të caktuar. Vetëm e vetëm fjalën e jurikimit, ajo ka thënë do hani kasht, bar, po në burg do vuani. Me atë që e bëre ato ditë, nuk harrohet kombi shqiptar. Të dashur shqiptar, më shkruani jashtëzakonisht. Shikojeni e njëherë kush është në kryeministri. Unë nuk e thash radhë e parë pa qëllim. Ajo kryeministria duhet bëhet të lyhet me bojë e me atësit të lahet. Nga 46 vjetë që janë vrarë patriotë e Shqipërisë. Nga 32 vjetë e kryeministri është bërë në droga dhe në tallje e në prostitut. Ne kemi fotografit e Edi Ramës duke zbritur nga kati i zyrës së tij dhe duke dalë ashtu si ishte lindur. U habitën dhe pastruset. Të dashur shqiptar, nuk është më për të duruar. Mua gjithë shqiptarët më bëjnë thirrje në TikTok, të gjitha kanë kaluar 2 milion. Në YouTube, po ti bashkosh thirrjet e mia, 1.800.000. Po thuaj 80% të shqiptarëve më shkruajnë dhe më thonë: Linçi, jemi gati të vim në Tiranë. Nga gjithë bota ku jemi, e në Tirancit, të rrethojmë kryeministrinë. Përgjigjja ime po u them sot të dashur shqiptar, të më falni, që s'u kam kthyer një përgjigje se nuk kam kohë. Nuk kam marrë një telefon nga ju, me mira telefon, të më falni përsëri, se nuk kam kohë. Njerëzit e mi i dërgojnë të gjitha ato që unë flas. Nuk kam kohë të u kthe përgjigje, po u kthe sot përgjigje dhe po u shikoj drekje në syt e më shërgoni. Nuk është koha për revolt. Ne kemi qelsat. Ne kemi qelsat, është koha unë mbithirrje për intelektual, ashtu do të shihni dhe sot një intervistë që e bëri një intelektuale iku nga Gjermania, inxhiniere, do të shihni intervistën mbas me live. Po vi shqiptarët, unë këtë kam nevojë të vini. Nuk është puna se do bëhet vetëm presidenca me sekretar, po është puna e 3 drejtorive, drejtoria e policisë, drejtoria e FBI-s, po do ketë një shef përpara, do të thënë FBI-s shqiptare, dhe drejtoria e inteligjencës për të mbrojtur kombin shqiptar dhe tokën e bekuar amerikane. Prektush. Të dashur shqiptar, ne jemi vend strategjik. Na ka krijuar Zoti. Vendi i gjithë luftra që është bërë është kyçi i Shqipërisë, si nga toka, nga ajri dhe nga deti. Shqiptar mos keni prik, keni Amerikën. Ka ngelur kjo fjalë e vjetër, keni Amerikën. E kam fjalën shtetin amerikan. Po shteti amerikan, të dashur bashkëdhetar shqiptar, në Amerikë ka president, ka senator, ka kongresmen dhe deputet, janë 50 shtete, çdo shtet ka presidentin e vet, kryeministrin e vet, çdo shtet ka deputet e vet, senatorët e vet, kurse çdo shtet 1 apo 2 senator përfaqëson Amerikën që janë 100. Por ka organizata që mbrojnë kombin amerikan. Janë të betuar njerëzit me jetë. Kur i merr Zoti, o i merr do një plumb o diçka, largohen. Mbrojnë kombin deri në vdekje. Ashtu do të bëjmë Shqipërinë.
me bind dhe niprat e Shqiponjës. Ta janë trima, ta di bota, ta di ai pis frances që vjen këtu e kërkon ta bej, të hedhi vrerë, federasi, të hedhi vrerë këtu në tokën e Shqipërisë të Shqiponjë. Jo. Jo. Shqiptarët din nga 5-6 gjuhë. Pyetini një herë sa gjuhë di presidenti i Francës. Edhe frëngjishe nuk e di mirë. Po e di një gjuhë tjetër. A gjuhë që nuk do ketë kurrë në tokën shqiptare. Të dashur shqiptarë, e njëherë po e paralajmëroj përpara jush Spakun, sidomos nën kryetare Spakut. Sipas drejtoreshës të Byros Kombëtare, ajo ka një dosje shumë të madhe. Sepse Byroja Kombëtare dashur bashkëdhetar shqiptar është si FBI, është mbi policinë. Ajo kontrollon kush hyn, kush del, ku hyn e ku vete. Në kë hotel do vresh, si pi drogë, ku del, me kë bizton të Spakut. Pra dosje e saj është shumë e sterruar për disa persona të Spakut. Por njëherë po e them para ju të dashur shqiptar. Një djalë i ri, kryetari i Spakut, të vuri Amerika, të zgjodhi, a e mban mend teorikim që erdhi aty? Ajo ishte me mision. Ajo kishte një mision dhe kur fliste në emër të Amerikës, në emër të organizatës të Amerikës që mbron Amerikën, të zgjodhi. Po dosjen që ke përmbi tavolinët, fillo arrestimet. Të quajtur Partia Demokratike, se është arrestuar nga një, janë me qindra për të arrestuar ish ministra, ish kryetar, parlamenti, kryeministër. Nuk e më kohë. E di që ndalove, se ishën zgjedhjet, gjoja, edhe qushe prishje zgjedhjeve. Zgjedhjet ata s'mund të dekurojnë kurrë, po presim sot që të thoshin fjalën e fundit që fitoi Edi Rama, mbreti, sipas vetes së tij, një sharlatan. Të dashur shqiptar, a shihni këtë flamur që kam në krahun e djathtë, Shqiponja krenare. Yjet, e çdo thot yje, se mos e kuptoni dashur shqiptar, se kur shihni yje, ne shqiptarët jemi të trembur, e themi komunizmi, jo. Një yll është një shtet të dashur shqiptar. Janë 50 atje. Dhe 51 është sa i madh është. Kjo është Shqiponja. Kjo është Shqiponja që do të jetë udhëheqësja pa frikë e botës. Sepse jemi më të vjetrit, jemi më të zgjuarit. E njëherë të dashur shqiptar, po kthej përgjigjen, do arrestohen këto ditë numri papar. Mos kini hall. Disa rrugaqër mendojnë se Partia Komuniste Bolshevike e Edi Ramës ka fituar. Jo. Ja dhe në qëllimisht. Qëllimisht. Unë u bi thirrje gjithë demokratëve që kanë qenë për 32 vjet, e dini që ishte vërtet Parti Demokrate. Kini të drejtë të dashur shqiptar, se s'kishet ku vini, 2 parti ishën, një qushe PD, një PS. Por, unë u bi thirrje. E janë në zyra e shpresës të kombit. Udhërres, e janë ti një krenar. Kjo është vërtet e kombit. Kjo është si Partia Republikane Amerikane. Kjo do bi kushtetutën të dashur vëllezër. Kjo kushtetut. Shumë herë u kam thënë që kushtetuta që është Shqipëri është kushtetutë serbe, e bërë
këtu në Shqipëri, ndryshuar disa gjëra, nga sa brigotua, paramet, si që kemi ne zakon të themi, pavarësisht se ai ka qenë vrasës në Mirdit, deri në Kosovë, e kosovarët, Berami Salin, emigruan në Envej në Gjimia. Këta 3 veta kanë qenë më anti-shqiptar që ka patur Shqipëria, bashkëpunëtorët e Miladin Popovicit dhe Dushanit. Pra, të dashur demokrat, e janë. Përsëri po hedh ka shumë të rinj. Ajo nuk është Parti Socialiste. Ajo është nga e keqja keni vajtur të dashur të rinj. Se s'kishte rrugë dalje, o do vinit në PD, ato pavarësisht se janë të dyja, o në PS. Filin që u bën thirrje. E janë i shqiptarë. Unë nuk e them pa qëllim 97% të shqiptarëve që po vuajnë për bukën e gojës, që po vuajnë për ujë të pinë në tokën e tyre. Nuk i lejnë qëllimisht të hapën një pus të pinë një ujë të vaditet, të mbjellin një zarzavate, perime, të mbjellin drith. E ka lejnë qëllimisht që të marrën nga slavët. Pra të dashur shqiptar, u erdhi koha. E janë si që po më vijë sot më erdhë nga Amerika dhe nga Gjermania. Edhe një nga Franca. E janë pra për të vënë punë, për të hyrë në polici. Nuk e kam fjalën të largojnë policit dashur bashkëdhetar. Po, do jenë. Po jo shefat e tyre. Këtu e mësova në Shqipëri fjalën shef. Ta janë hajdut. Policia merr $600 në muajt. As ka bukë të haj. Të njëjtët 3 shtyllat kryesore që janë të Shqipërisë, arsimi, pensioni dhe policia, ta janë slevët e këtyre 2 partive. E nëse unë do të thres akoma, nuk po them, por nëse unë do të thres, do t'jenë dhe policia me ne. Jo për grevë, jo për demonstret, për heshkje. Për të thënë të keqes, largohu një herë mirë që kemi 100 vjet që vuajmë në tokën tonë shqiptare. Për ta gëzuar, për të kënduar këngën e shqiponjave. Erdhi koha të dashur shqiptar, unë nesër do nxjerr shumë gjëra. Ka disa ditë që fliqe që do vinte dhëndri i presidentit të Amerikës. Unë i dërgova më datën 12 maj. Do t'ua tregoj nesër letrën që i kam dërguar Senatit të Amerikës dhe Kongresit. Dhe thoshe tekstualisht kështu në gjuhën amerikane. Në gjuhën shqipe është shkurt, po e them. Thoshe dhëndri i presidentit të Amerikës i një vjerri me 28 herë në gjyq ordiner, që është e grash, me i baba të burgosur për vjedhje në shtetin e New Jersey, në Hackensack. Ai, nëse ju do të lini të vi, ai do arrestohet në Shqipëri, mbasi të mbaroj burgun, do kthehet dhe do gjykohet dhe në Amerikë. Ai serdi. Po atë pasurinë që ka marrë në Bregdet, do të keni ju. Të dashur shqiptar, ai s'ka bukë të haj. Ne shqiptarët nuk na bëhet vonë se kush vjen këtu. Por nuk merr Sazan. Sazani është Amerikan, ushtria amerikane. Ashtu dëgjova edhe një konferencë që bërë me francezin do vinë në avion. Shqipëria i ka të gjitha. Ajo Franca le t'i mbaj avionët këto ditë dhe të mbroj veten e saj kur të goditet. Pra,
E njëherë të dashur bashkëdhetar, mos keni frikë se nuk u vjen. Edhe presidenti Amerikës, sa të jemi në gjallë, nuk vjen dot këtu. Ka rregull, toka shqiptare. Binte sa janë kudo. Janë Amerikë, janë Evropë. Njerëzit e mi, tonit, janë kudo. Në ministri, në kryeministri, në parlament, i kemi njerëzit kudo. Unë i them Kosovës që ka 18 ditë nuk zgjedh dot kryetarin e parlamentit. Të dashur kosovar. Nëse ju që jeni zgjedhur nga populli i Kosovës, nëse ju vini këtë flamur nesër, betohem para kombit tim, qeveria dohet në rregull. Nëse ju do mbani atë flamur, nuk keni qeveri, nuk keni parlament. Ai flamur nuk është toni. Ai flamur është me figura dhe me ngjyrat e serbëve e të grekëve. Ai mbani mend dashur bashkëdhetar shqiptar se po zgjatem, po dal nga tema, dikur Maqedoninë e Aleksandrit i vune një emër, Maqedoni e Veriut. Nëse ju nuk e bëni Maqedoninë, su pranojmë në Evropë. Po jemi në Evropë, është Maqedonia jonë. E ata bulgar, pak bulgar që janë, në qoftë se kanë dëshirë të rinë, qoftë se s'duan le t'ikin. Kosova është e jona. Ne kemi kufin deri Beograd. Pra erdhi koha jonë, dashur bashkëdhetar, të rinj ku dijeni, në të gjithë botën, e jani të zini vendin e duhur, e t'i thoni asaj Francës, englezëve, e kujdo, t'i thoni ne jemi shqiptar, ne jemi në mes të Evropës. Pra, dashur shqiptar, juve mendin e kini të arrestojnë, po do arrestojnë. Do t'i shini militar, do i gjenë zvarë, se nuk ka hekura për këta. E njëherë, Altin, nëse ti nuk i arreston, po ta them në publik, bëu gati. Por, nëse ti nuk i arreston, do vish në Amerikë, do e pëshllogari, ke qenë mbi 5-6 herë në Amerikë. Je betuar, ke vën firmën, ke thënë që, po, si pas ligjit, do veproj. Po i thue publikut, kë ke arrestuar ti? Ti nuk e arreston, po i shpje në gjyq. Gjyqi i dënon. Po më thuaj, kë ke shpend ti? Nga këta 1420 deputet për 32 vjet, 0. Pra ke afat një javë. Nëse ti nuk i arreston, bëu gati. Amerika të paguan, fëmijët tënd t'i ka rojtur, zonjën tënde e ka rojtur, ty të ruan, t'i jep ndihmën, po mos merr mend te atij zvendësi tënd që ishte dikur kryetar. Ai ka qenë agenti i Ministrisë së Brendshme. Mos merr mend te ti. Vilat e tia që i ka nuk i mban dot. Unë kam thënë dikur, 4 veta mund të arrestohen nga spaku, po numri po rritet. Pra, Altin, e djalë i ri, kombi ka nevojë për ty. Sot je në spak, nesër mund të jesh kryetari i gjykatës. Mund të jesh në qeveri, mund të bësh president. Se për 4 vjet do ndërrohet. Kombi ka nevojë për ty. Kuksi ka nevojë për ty. Pra, e njërë dashur shqiptar, unë po përfundoj, nesër do shihemi përsëri në orën 6, si që kemi, natën e mirë, flini të qetë, çdo gjë do bëhet siç kam thënë, qeveri teknike dhe mbas 3 muaj me president dhe me kushtetut të Amerikës. Kushtetuta, kjo do të jetë për gjithë shqiptarët. Natën e mirë, gjumë në emër të dashur shqiptar, flini të qetë, e njëherë natën e mirë. Shqegojemi nesër në orën 6.